Dhe shtylla e skuadrës Driljon Ajrizi në sezonin e ardhshëm. Driljon Ajrizi është i nënshkruar blanko. Ai shpis është. Me Driljon Ajrizin me ton drejtën, nuk e di a e kena nënshkruar kontratën vitin e kaluar ajo. Nuk e di. Domethënë për Driljon Ajrizin nuk kam nevojë me fol sepse Driljon Ajrizi është lojtari i cili ka ardhur kur Trepça ka qenë tyra prej ligës. Nuk kam nevojë me fol për Driljon Ajrizin asnjëherë për sa i përket kontratës tij. Domethënë, por duhet me ditë njerëzit një sen që edhe Driljon Ajrizi kur nuk e ka këshyr as që ai shkruan në kontratë, as qysh është marrëveshja, kur farë kërkese nuk e ka pas asnjëherë. Edhe normalisht kjo që ka bu Driljoni si vjet, se na në fillim unë i kom sugjeru me lon. Ju tregoj nashta është ekskluzive, po unë i kom sugjeru kur kom shku në spital me taku i kom thonë dëgjëm. Neve na kim rapa sa ta jeta. Por mos e rreziko veten për një top, sepse ka qenë në situatë tepër të rëndë shëndetësore. Edhe veç një njeri se ai mundet më kthy çka ka bëu ai. Domethënë ajo është për çdo lavdat, edhe për Driljonin nuk kam nevojë me fol, Erioni nuk ka kontratë. Domethënë Erioni është i lirë, ta përmena punën e politikanëve që të keshin aty kur të folin, po normalisht si duhen me mendu edhe ata, nuk kam komuniku me Erionin kur gjo. Ardan, ti a je aty ajo? Po, edhe 2 vjet. Edhe 2 vjet. Ardani është edhe 2 vjet në letra. A letër? Kështu? Kështu sa është kryetari. Edhe ti. Smushqin e kena, batën Tuna ka përfundu. Tuna ka përfundu, a keni me vazhdu me Tunën ajo? Po. Më thonë kalion për shtypjet mirë, Adisi po e dënë? Tash, në qitë moment nuk e di, po ka me veç formaliteti i nënshkrimit të kontratës. Mirë, veç Adisi po e dënë? Po. Adisi, lojtarët vendor, i dënë shumë, edhe ju vërtet shumë. Mirë, hajde, ato e di, hajde prej të hujve po shkojmë se po keme problem, kur po thëmë po keme problem, krejt klubet, krejt, kur gjumë shef nuk kam. Jo, e di që mu më të regon edhe i të regon edhe publikut. Këtu i kalzoj në këtë problem. Kështu, problemi maj madhë me klubet kosovare është që saj përket hujve, rastet ralla kanë qenë, kryhet kampionati, krejt shkojnë në shpe, hajde prej fillimit në edicionin e ri. Si vjet, du me thonë, 2 lojtarë të cilët me të vërtet kanë lënë për shtypjet mirë kanë qenë Majers edhe Cotton. A ka mundësi që ata rinë? Unë mas parti me të regu kronologikisht nëse moj punë që sajna që lojtarët e huj si po vim kur po përfundojnë kampionati po shkojnë. Na vitin e kalum, si ka përfundu kampionati, oferti kemi bo Darnellege, në më tonë kemi dosh me mboj Darnellege, Kevin Capers, edhe Brandon Williams. A ke Brandon Williams, Dardan? Po. Dhe më thonë, 3 lojtarëve vjetë, ju kemi bo oferta na. Sa i ka ngritë shmimet? Valojnë e që gati 80%. Edhe më ndojna normalisht, na i kena thonë, për na vjen keq, falimderit shumë, jo. Me Kevin Capers nuk kej pajtimit, a i me vazhdu na me ofertën të cilën ja kena bo. Edwards, kur se haroj, kena qenë në Shqipni, e ka thirë treneri, kena full direkt, ja ka dhonë treneri qmimin se, i kom thonë trenerit, mas i veç tje direkt me lojtarin, njepja dhe qmimin se s'kena të më shefun nga kur gjo, bugjetin të cilin e caktojmë treneri e din. Edhe ja dha bugjetin, a i tha okej, mandejna mas një orë e thiri agenti vetë, ju tha, kjo është ofert gabim, a i ka marrë gabim, ju ka kuptu gabim, janë si agenta që janë, edhe normalisht ja kërsiti qmimit edhe aj, edhe nuk edhe nuk u mora dërsh. Mirë, shtash konkretisht me Majersin edhe Kotonin? Me Majersin edhe me Kotonin na jemi të interesu me i vazhdu kontratat. Kemi bisedu atë ditë në drejkë që kemi qenë me lojtarët, i kemi thirë se cilin veç e veç, dhe kemi bisedu edhe me Majersin edhe me Kotonin, ju kemi bo me dije që jena të interesu me vazhdu me ta për shkak që na kena me shku edhe në kualifikime për Champions League, dhe nuk është që na kanë thonë jo, ata e kanë po me të thonë drejtën si pozitive shumë këtë punë, sepse edhe në Mitrovic kanë kalu shumë mirë, edhe me qenë sinqert bre, nuk hargjëm pare në Mitrovic, kur unë i pyta, keni hargju shumë pare, a im frizur, tha kom hargju ma shumë. Kësh? Zëlli? Majers. Do me thonë, atina ma shumë i ka kushtu frizura në Mitrovic, se so për sene tjera. Kështu që na ofertë kemi bo edhe vitin e kalum, edhe si vjetë. Po, mandina kur po dalin për te bilohit që thojnë na, është një sen që zbohet, sepse për neve, unë mendoj që për se cilin ekip, është shumë e rëndësishme një lojtari cili
ka kontribu dhe është kontribu si mirë, është gjëna me shkuaj dikun tjetër, po kur për mshojnë çmimeve mandena dhe... S'keni çka me po edhe ju. Kryetar, cila do t'jenë ambicjet për stinorin e ri? Ambicjet për stinorin e ri, me thonë drejtën, me qef, kisha pas qef më kualifiku në Champions League. Unë jam shumë realist, vjetë duhet me qenë shumë realist në kualifikim për Champions League, na ka ikë për pak. Po mandena ka rezultu që të dy ekipe, do me thonë, edhe të grupit që kanë në grupin që kishim ra, njona veç ka lujtë në finale. Do me thonë, Galatasaray lujti në finale, një mbru ku shkoj deri në qerek finale, më zgabofsha, nuk e di ku. Nuk patëm fat me shortin FIBA Europe Cup, se edhe që ato që ranë, edhe ato shkun bajag i largë, diqysh. Po unë jam i lumëtën që po mujna me marë pjesë, edhe që me një kompeticion qëfare është kjo, na ena ndoshta me një budget ma të vogël, po për mu nuk është arsyetim bugjeti. Për mu është shumë me rëndësi me luftu, djemt kanë luftu në Antali, jonë mundu shumë. Ishtë në Antali, po dhe ndeshje këtu dhe Dardanin, ato ndeshje, dhe më thonë, ka qenë mrekullueshëm për dallim prej